çka po më është që ka lagështi. Nuk ka ujë. Në kontratën e parë të datës 6 gusht 2020, në Pomozotin u investuan 149.714 euro e 37 cent. Punimet ishin planifikuar të përfundonin brenda 90 ditësh. Raporti auditorit të brendshëm tregonte që investimi në Pomozotin me ngrohje jo funksionale, pikim të ujit në sallë, lagështi në mure, dysheme të plastikës e si volteti, muret e toaleteve dhe zhveshtoreve të qara dhe pllakat të vendosura jo mirë, mbi të gjitha salla nuk shfrytëzohen nga nxënësit. Për të sanuar këto, komuna vendosi të investojë përsëri 156.118 euro ka pas vlerë kontrata për renovimin e kësaj salle dhe të asaj në Miradit e Epërme e në Lismir. Kontratën nënshkruar më 15 nëntor 2023. Kjo është salla e sporteve në fshatin Pomozotin si aneks i shkollës Zenel Salihu. Kjo shkollë më herët ka pas lagështi e cila vrehet edhe tash, kur vetë se ka filluar renovimi. Laminati i cili për momentin nuk gjendet këtu, ka qenë plastik dhe val, derisa ka pas probleme edhe me toaletet, por edhe me vendosin e ngrohjes në këtë vend. Sipas kontratës, investimet në sallën e sporteve në Pomozotin përfundonin pas 40 ditësh dhe salla do të duhej të ishte funksionale. Disa muaj më vonë, më saktësisht në mars 2025, e kemi rivizitu sallën, por edhe përkundër renovimit, salla është jo funksionale. Jemi në sallën e edukatës fizike në fshatin Pomozotin të Fushë Kosovës. Kemi ardhur pas disa muajve me e pa përsëri këtë sallë. Herën e kaluar ka qenë të renovu, tash renovimi kesh përfundu. Po çka po më është që ka lagështi. Nëse paku dy vende, lagështi ka gjatë madhe në mure, edhe pas renovimit të kësaj salle, ka mungesë të ujit, e po ashtu ka edhe mungesë të ngrohtores në këtë sallë të edukatës fizike. Në vitin 2020 është nënshkruar kontrata rreth mbi 149.000 euro për me u ndërtu kjo sallë e edukatës fizike. Me 15 nëntor 2023 është nënshkruar kontrata për me e renovu këtë sallë së bashku me sallën në Miradit të Epërme dhe atë në Lismir që ka kushtuar mbi 156.000 euro. Edhe pas ndërtimit edhe renovimit, kjo sallë nuk është funksionale. Këto nuk kanë të shfrytëzuar nxënësit e shkollës në Pomozotin, po ashtu kemi vërejt që ka edhe mungesë të rekuizitave, mungojnë pajisjet për me e zhvillu sportin edhe lojrat gjatë edukatës fizike në këtë sallë, edhe po ashtu edhe anësorët në këtë sallë që shpo i shohim janë të betonta edhe mjaft të pisura që munden me shkaktu lëndimet të nxënësit që e shfrytëzojnë këtë sallë, kur do që këshin mund me fillu me shfrytëzu këtë sallë, se për momentin nuk janë të shfrytëzu. Nuk ka ujë. Përveç që nuk ka ujë, kemi vrejt që toaletet, zhveshtorët në këtë sallë janë në gjendje jo të mirë edhe të mirëmbajtjes, po vrehet edhe myku në një pjesë këtu para se me hyjtë toaletet, edhe gjendja nuk është hiç e mirë edhe në aspektin e higjienës, po edhe të mungesës së ujit.